Duhet të përdor apo jo një grua shtatzën paracetamol? Është një ndër diskutimet më të shpeshta ditët e fundit, pasi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qeveria u rekomandoi mjekëve të ndalojnë përdorimin nga kjo kategori të një ilaçi me bazë paracetamoli që mund të shkaktojë autizëm te fëmia. Mjek obstetër ginekolog thonë se sipas studimeve të kryera deri tani nuk ka asnjë provë të drejtpërdrejtë shkencore që të tregojë se përdorimi i paracetamolit nga nëna shkakton autizëm tek fëmia që ajo lind. Deri më sot për paracetamolin nuk ka dalë asnjë konfirmim shkencor, asnjë studim shkencor i cili të aprovojë faktin që ka riskje. Sot për sot që po flasim nuk është asnjë protokoll shkencor i cili e heq paracetamolin nga përdorimi. Dhe për mendimin tim personal, Zoti na ruajt të ngelemi pa paracetamol, sepse shtatzanat e sigurt që të paktën një herë gjatë 9 mujorit që ngelet shtatzan do ta kenë nevojë për të ulur atë temperaturën. Mjeku obstetër ginekolog Eugene Gjoshe thotë se paracetamoli mbetet zgjedhja më e sigurt për trajtimin e temperaturës së lartë apo gjendjeve të virozave gjatë shtatzanisë, por thekson se ai duhet të merret në mënyrë të kontrolluar. Në këtë grup është dhe paracetamoli. Pra grupi B është grupi atyre medikamenteve që janë të konfirmuar, që nuk kanë dhënë keqformime deri më sot në të gjitha studimet sado të gjëra qofshin, por gjithsesi duhet t'i jepni me përkujdesjen e nevojshme. Pra atë që thash në fillim, nuk do merren medikamentet si karamele. Sipas mjekut Eugene Gjoshe, një temperaturë mbi 38 gradë nuk duhet neglizhuar, pasi shkakton komplikacione tek nëna dhe tek fetusi, madje tek ky i fundit deri në pasoja në tru. Po kaloi 38 dhe ka shenja që është duke u rritur temperatura 38,5 e lartë, çdo medikament që ul temperaturën duhet marrë në konsiderat. Por nga të gjithë që ne kemi në dispozicion, paracetamoli është ai që rekomandohet më shumë nga të gjithë. Mosmarrja e preparatit si paracetamoli në rast ku rekomandohet nga mjekët, çfarë pasojë sjell? Në shtatzanin e javëve të para mund të shkaktojë deri në humbjen e shtatzanisë, deri në çrregullimet të zhvillimit të trurit. Pas lajmeve të pakonfirmuara shkencërisht se përdorimi i paracetamolit në shtatzani mund të shkaktojë çrregullime të spektrit autik te foshnja, mjeku Gjoshe ka një apel për gratë që presin të bëhen nëna. Ju bëj thirrje nënave shtatzana që kanë hyrë në këtë ankthim çfarë do bëjmë me paracetamolin, në balancë të vënë përfitimin që ne kemi nga ulja e temperaturës ose komplikacionet e mundshme që mund të na shfaqen në rast se temperatura vazhdon të qëndrojë lart për nënën dhe për fetusin. Paracetamoli është lehtësisht i gjendshëm në farmaci, megjithatë specialistët e shëndetit këshillojnë njerëzit që ai të merret vetëm në raste nevoje dhe në sasi të kontrolluara, pasi përdorimi i afatgjat mund të shkaktojë probleme të parikuperueshme të mëlçisë, si dhe në organe të tjera.